ai I cili mban qenë në shtëpi. A lejohet tregtia e tyre? Për çdo ditë I paksohen, I mangësohen nga një kodër me sevape. Qenin e kanë bë antar të familjes, do t'i nxjerrin në përleshje. Qeni I cilit është më I fortë, a lejohet mbajtja e macës në shtëpi? A ke pikturua filanin? Po. Në ditën e gjykimit Allahu thot, jepi shpirt. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në nhijen e kapitullit me të cilin jemi duke jetuar disa ligjërata me radhë. Jemi munduar që të shtjellojmë dhe të shpjegojmë disa çështje të cilat janë të rëndësishme për secilin prej nesh, që besimtari duhet t'i njeh ato, besimtari duhet t'i di ato, besimtari duhet të mundohet të jeton në kufit e fesë së Allahut azza wa jall. Jemi në kapitullin e tregtisë, ku kemi përmendur disa prej shitblerjeve, prej tregtive, prej punëve, nga të cilat fiton besimtari, mirë po ato në realitet janë të ndaluara. Disa prej tyre janë të ndaluara për shkak se në to ka kamat. Disa prej tyre janë të ndaluara për shkak të mashtrimit I cili bëhet në ato punë apo ato shitblerje. Dhe disa janë të ndaluara jo që ka kamat në to, jo që ka mashtrim në to, mirë po ato në bazë të argumenteve të fesë Allahut azza wa jall në vetvete janë të ndaluara. Pa kamat, pa mashtrim, megjithatë janë haram. Cilat janë ato? Kemi përmendur alkoolin I cili është haram, të shitet, të blehet, të punohet me të, pa marrë parasysh mashtrimin apo kamatën. Gjithashtu deri, mishi I tij, tregtia me të e kështu me radhë është I ndaluar në përgjithësi në Islam. Ndërsa sot me lejen e Allahut azza wa jall do të përmendim edhe disa gjëra tjera, të cilat ndoshta nuk janë në mesin e gjithë njerëzve, mirë po ka prej atyre, ka prej besimtarve të cilët ndoshta mund të bien në gabime, në gjunahe të tilla. Nga gjërat të cilat janë haram në mesin e besimtarve të jenë prezente, të praktikohet, të punohet, të shitet edhe të blehet, gjithashtu është edhe qeni. Qeni në Islam është I ndaluar të shitet apo të blehet. Gjithashtu, jo vetëm shitblerja, po qeni në Islam është I ndaluar edhe të mbahet në shtëpi, të mbahet në obor, të mbahet në banes e kështu me radhë, megjithse sot sa është e përhapur një gjë e tillë në mesin e njerëzve, nga të huajt, nga jo besimtarët, tek të cilët vetëm se është bë e zakonshme një gjë e tillë ka depërtuar edhe tek disa prej besimtarëve. Mbajtja e qenit, ruajtja e qenit, pa ndonjë nevojë, pa ndonjë arsye,
në fenë Allahut Azza wa Jall është haram. Lejohet nëse është me arsye. Cilat janë arsyet? Nëse është për ta ruajtur pasurinë. Unë kam qenë në shtëpi, për çfarë arsye? Kam pasuri të madhe, jam i rrezikuar prej të tjerëve, e kam patjetër. Nëse është patjetër me këtë arsye që realisht të ruhet pasuria, atëherë kjo është arsye për të cilën besimtari nuk ka gjuna. Nëse është ai i cili i ruan dhent, i ruan kafshët, është çoban dhe ka qenin i cili është i veçantë special për atë gjë, gjithashtu një gjë e tillë në këtë rast lejohet. Dhe gjithashtu qeni i cili është i gjuetis, gjithashtu ky lejohet. Pra në këto 3 raste qeni mund të jetë prezent, mund të shfrytëzohet, mund të mbahet me këto arsye. Për ndryshe, për ta ruajtur pasurinë, jo. Për t'i ruajtur kafshët, dhent e kështu me radhë, jo. Për gjueti, jo. Po për çfarë arsye? Po unë vetëm e pëlqej shumë, mua më pëlqen. Nëse të pëlqen, dije që mbajtja e qenit në shtëpi është haram. Besimtarit nuk i takon. Ai i cili nuk e ka, elhamdulillah, ai i cili e ka, duhet ta largon nga shtëpia deri në atë shkallë. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili mban qen në shtëpi, pra pa arsye, për çdo ditë i paksohen, i mangësohen nga një kodër me sevape. Në një hadith tjetër, nga 2 kodra me sevape. Ai i cili mban qen në shtëpi, për çfarë arsye? Pa arsye. Ai i cili mban qen në shtëpi, i paksohen sevapet. Nuk i takon besimtarit që të ketë qen në shtëpi pa arsye. Mbajtja e qenit i pakson sevap. Mbajtja e qenit i ndalon me lajket që të hinë në atë shtëpi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk hinë me lajket në atë shtëpi në të cilën ka qen. E njeriu çuditet pastaj mirë, realisht, për çfarë arsye duhet të mbahet qeni nëse nuk janë këto 3 arsye? Për çfarë arsye? Gjithë kjo vjen nga ndikimi atyre të cilët qenin e kanë bë antar të familjes. E kanë bë antar të shtëpisë. Nëse shkon në vendet e huaja, në disa prej tyre vetëm se kemi qenë dhe i kemi pa vetë, e sheh se si njerëz janë të lidhur me qenin e tyre, sikur me qenë ai antari familjes së tyre. Brenda edhe jashtë, në shtëpi, në banesë, në sallon, në shtrat. Qeni në shtrat, qeni në kuzhinë, te enët, te çdo gjë. Dhe pastaj në mëngjes herët duhet me dalë me shëtit qend nga se e kanë kohën e tyre të caktuar. Dhe kujdesin më të madh për qenin. E kështu me radhë, mirë, po ky ndikim pastaj kalon edhe tek besimtarët, edhe tek muslimanët, dhe kur e sheh një musliman me një qend për dorë. E ti, po edhe unë e pak. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hap pas hapi, pllomb pas plombe, kut pas kute, deri nëse ata hinë në birën e hardhucës, edhe ju pas tyre. Edhe muslimani mundohet, nga se mendon që ndoshta në atë pamje, në atë mënyrë, në atë stil, edhe ky do të duket pak më i civilizuar. Nuk ka të bëjë me besimtarin, nuk ka të bëjë me islamin. Qeni në islam është i ndaluar. Në këtë rast kuptohet që shitja e qenit është haram, blerja e qenit është haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga çmimi i qenit, ka ndaluar nga fitimi apo pagesa e qenit. Don me shit apo don me ble. Mos të flasim në këtë rast, të kalojmë në shkallën apo në gjendjen e atyre të cilët i ruajnë qend dhe pastaj vjen momenti, vjen dita që do t'i nxjerrin në përleshje. Qeni i cili është më i fortë, qeni i cili do të fiton, dhe ti sheh kafshët, që ato janë kafshë, ato nuk kanë faj, të përgjakur, të coptuar me zveti,
kush i shtin ata në luftë? Njeriu. Subhanallah. Deri në këtë shkallë. Ky është zullum. Ky është gjuna, ky është haram. Nuk i takon besimtarit. Si ka mundësi besimtarit të mbrin deri në atë gjendje, ti shtin kafshët në mes vete të luftojnë, të coptojnë, të përgjaken. Dhe në fund çka fitove ti? Ama qeni ti ka fitu. Subhanallah. Deri në këtë shkallë njeriu kalon hap pas hapi, shkallë mas shkalle, deri në gjunahe të ndryshme ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj, ka gjërat të cilat janë haram për shitblerje, për punë e kështu me radhë, për tregti, është edhe qeni. Në këtë rast mund të përmendet edhe macja. A është e lejuar mbajtja e maces në shtëpi? Është e lejuar. Nuk ka asnjë lloj ndalese. Bile, ajo e pastron shtëpinë prej shumë gjërave. A lejohet mbajtja e maces në shtëpi? Lejohet. S'ka asnjë ndalesë, nuk ka asnjë pengesë. Dhe kjo ka qenë prezente në popullin tonë, në familjet tona, edhe më herët, sidomos haxhit e dinë edhe më mirë, kur ndërsofër ka qenë një mace, kur në shtëpi ka qenë dhe nuk ka pas asnjë lloj problemi, ajo është e pastër. Ndërsa qeni është i papastër. Mirë po, a lejohet tregtia e tyre? Tregtia e macave, shitblerja e macave? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar një gjë të tillë, ndërsa dietarët kanë diskutuar shkaku i kuptimit të hadithit, nëse një gjë e tillë arrin në mekruh apo arrin në haram. Sido që të jetë, besimtari duhet të mundohet të qëndron edhe nga një lloj shitblerje e tillë, të qëndron larg prej saj. Gjithashtu, nga gjërat të cilat janë të ndaluara për punë, për shitblerje, janë skulpturat dhe janë pikturat, të cilat janë në formën e statujave, në formën e idhujve, mirë po janë të paraqitura në formë të gjallësave të ndryshme. Një skulptur, një statuj, një idhull, një gjë e cila duket në formë të krijesës së njeriut apo të kafshës, është ndaluar në Islam. Gjithashtu piktura e cila pikturohet, bëhet piktur një njeri, bëhet piktur një kafsh, bëhet piktur një gjallës dhe ajo piktur shitet. Ose ti a don me të pikturua ti, ashtu si je po, të merr dikush dhe të pikturon. Dhe në fund atë ta shet ti. Një gjë e tillë në Islam është haram. Një njeri erdhi dhe e pyeti Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, tha unë merrem me pikturim. Unë pikturoj gjëra të ndryshme dhe në fund i shes ato. Unë këtë punë kam, unë me këtë jetoj. Abdullah ibn Abbasi tha, do të përgjigjem me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë ato? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e ban një piktur, kush e pikturon një piktur, Allahu Azza wa Jall do ta dënon në ditën e gjykimit derisa të jep shpirt asaj, e nuk do të ketë mundësi të jep shpirt asnjëherë. A ke pikturua filanin? Po. Në ditën e gjykimit Allahu thot, jepi shpirt. E nuk do të ketë mundësi të jep asnjëherë. A ke pikturua një gjallës? Po. Jepi shpirt. Në ditën e gjykimit nuk do të ketë mundësi të jep asnjëherë. Atëherë këtij njeriu kur e mori këtë përgjigje, sikur ju ndryshua fytyra. Pse sa njerëz reagojnë në këtë mënyrë? Kur i thua që një gjë është haram, thot po ama unë punë kam. Këtij njeriu ju ndryshu pamja, ju ndryshu çerja. Unë prej kësaj punoj. Ti tash më thua që është haram, mirë po unë punë kam. Abdullah ibn Abbasi tha, mjerë për ty, nëse e ki pa tjetër, atëherë pikturo gjëra të cilat nuk kanë shpirt. Pikturo gjëra të cilat nuk kanë shpirt. Pikturimi i gjërave që nuk kanë shpirt është i lejuar. Lumej, kodra, zbukurime, gjelbrime, natyre, kështu me radhë. Gjëra të cilat nuk kanë shpirt është e lejuar. Gjëra të cilat kanë shpirt, skulptura e tyre,
dhe piktura e tyre është e ndaluar. Dhe gjithashtu hadithi të cilin e përmendëm, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk hin me lajket në atë shtëpi në të cilën ka qenë dhe ka sura, ka piktur apo skulptur e disa prej njerëzve, edhe fotografitë e tyre, mirë po i vendojnë në mur, i vendon në hyrjet të shtëpisë, i vendon në dhomë, ose dikush e ka të vdekur babën, apo nanën, apo evladin, apo dikan tjetër, foton e tij e vendon në mur. Një gjë e tillë nuk është e lejuar. Një gjë e tillë nuk i takon shtëpisë së besimtarit. Fotografitë, piktura, skulpturat janë të ndaluara në përgjithësi. Fotografitë së paku duhet të futen brenda dhe jo jashtë në ato vende ku jeton besimtari, nga se në atë shtëpi, në atë dhomë nuk hin me lajket. Fotografitë që i kemi në përmure duhet t'i heqim, t'i futim në për rafte, në për fjoka, në për vende të mbyllura, mos të duke në vende të hapura, në atë rast nuk hin me lajket në atë shtëpi. Andaj, shitja, blerja e pikturave, e skulpturave, të cilat janë në formën e gjallësave, është e ndaluar në fenë Allahut Azza wa Jall, dhe e fundit të cilën e përmendim për sot, shitblerja e veglave muzikore. Kjo mund të jetë për një kategori, për një pjesë të njerëzve të caktuar, shitblerja e veglave muzikore. Ose dikush ka pas vegla muzikore, është marrë me muzikë, e kalon atë. Elhamdulillah. Është penduar, elhamdulillah. Mirë po hoxhok, këto kushtojnë shtrenjtë. Unë ma nuk mere me muzikë, ama këto kushtojnë shtrenjtë. Çka duhet me bo me to? Shitja e tyre është haram. Kushtojnë shtrenjtë, mund të kushtojnë shtrenjtë. Çka duhet me bo me to? Duhet mi thyj ato. Ato nuk vlejnë, ato nuk shiten. Shitja e tyre është haram. Ato të holla që i merr prej tyre është haram. Për çfarë arsye? Për arsye se muzika në Islam është haram. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz në umetin tim të cilët do t'i bëjnë halal disa gjëra. Njerëz do t'i bëjnë halal, ama Islami i ka bë haram, cilat janë ato el hira, wal harira, wal khamra, wal maazif. Zinan, mëndafshin, alkoolin, muzikën. Njerëz do t'a bëjnë sikur s'është kur gjë. Në realitet, në fenë Allahut Azza wa Jall, është haram. Andaj, shitja, blerja e veglave muzikore është haram. Në një kohë ka qenë CD-jat e muzikës, ai i cili i ka shit apo i shet, janë haram. Sot ndoshta në këtë kohë moderne, ai i cili e ka një kanal në YouTube dhe pastaj i ngarkon këngët e ndryshme, muzikë, dhe vinë të ardhura prej atyre klikimeve, ato të ardhura janë haram. Çdo gjë e cila fitohet dhe këtu hinë të gjitha ata muzikantë, të gjitha ata këngëtar, të gjitha ata valltar, të gjitha ata të cilët marrin pjesë, sidomos tash në këtë kohë, në përdasma të ndryshme dhe edhe ai në fund thot unë punë kam. Ti e ki punë, po e ki një punë e cila është haram. Ti e ki një fitim, ama e ki një fitim i cili është haram. Fitimi, tregtia, shitblerja, puna e cila ka të bëjë me muzikë në përgjithësi është haram. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre të cilët mundohemi në jetën tonë të punojmë me halal, të fitojmë me halal, të jetojmë me halal, të jetojmë ashtu si Allahu është i kënaqur. Allahu Azza wa Jall të na fal gabimet tona, të na pastron mëkatet tona. Lutim Allahun Azza wa Jall nga fjalët që i dëgjojmë të marrim mësim edhe t'i praktikojmë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.